Shehadeti në çastet e vdekjes. Përfundimi i mirë i takon atij njeriu, zemra e të cilit është e mbushur me iman, i cili e shtyn atë drejt veprave të mira. Përfundimi i mirë është për atë njeri që besimin e ka të ngulitur në zemër, e ka shprehur me gjuhë, ka kryer vepra të mira dhe i është larguar gjërave që i ka ndaluar Allahu dhe i dërguari alayhis salam. Në momentin e vdekjes, nuk ka vend për shtirje. Aty njeriu shfaq vetëm atë që ka mbartur në zemër gjatë gjithë jetës. Prandaj, nëse dikush nuk e ka të shpeshtë gjatë ditës shqiptimin e fjalës La ilahe illallah, vështirë se do ta thotë atë para vdekjes. Kush e kupton këtë? E kupton se sa e vështirë është që njeriu ta shqiptojë La ilahe illallah në çastet e fundit të jetës. E nëse dikujt i bëhet mbar ta thotë këtë fjalë para vdekjes, atij është dhënë një mirësi jashtëzakonisht e madhe. Allahu i lartësuar thotë: Allahu i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse keqbërësit i shpije në humbje. Sura Ibrahim 27. Në një hadith, profeti alayhis salam e shpjegon këtë ajet duke thënë: besimtari kur pyetet në varr, dëshmon La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Kjo është fjala e Allahut. Allahu i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër. I dërguari Allahut alayhis salam i tha xhaxhait të tij në çastet e vdekjes: O xhaxhai im, thuaj La ilahe illallah, fjalë për të cilën unë do dëshmoj për ty tek Allahu. Muadh bin Jabal, përcjellse profeti alayhis salam, ka thënë: ai që e ka fjalën e tij të fundit, La ilahe illallah, do të hyjë në xhennet. Dietari i madh Ebu Abdullah el-Kurtubi rrëfen në librin e tij raste të ndryshme të njerëzve, të cilëve u kërkohej në çastet e fundit të jetës të thoshin La ilahe illallah. Mirëpo ata e refuzonin këtë fjalë dhe e përsëritnin fjalë që i kishin zakon të përdornin gjatë jetës së përditshme. Kjo sepse tek ata kishte dominuar angazhimi me dynjan, preokupimi me të, ose ndonjë gjë që ua kishte mbërthyer zemrat, gjë që i pengonte të shqiptonin këto fjalë në momentet e vdekjes. Sheikh Abdurrahman es-Sadi, gjatë komentimit të fjalës së Allahut në surën Ibrahim 27, thotë: Allahu i madhëruar njofton se ai do t'i forcojë robërit e tij besimtar, ata që kanë zemër të mbushur me iman që nxit vepra të mira, bindje dhe nënshtrim ndaj Allahut. Allahu i forcon këta besimtar në këtë jetë dhe në ahiret. Në këtë jetë i forcon në besimin e tyre të pastër, kundrejt çdo dyshimi apo shprenimi. Ndërsa në jetën tjetër ndihma e tij fillon që në momentet e vdekjes. Ai forcon në Islam dhe udhëron përfundim të mirë. Në varr i forcon gjatë pyetjeve të dy melekëve që të japin përgjigjet e duhura kur pyeten: Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është profeti yt? Në atë çast të frikshëm dhe të vetmuar, Allahu i lartësuar ndihmon të thotë: Allahu është Zoti im, Islami është feja ime, Muhamedi alayhis salam është profeti im. Ndërsa të padrejtët e shpije në humbje në këtë botë dhe në botën tjetër, Allahu nuk u bën padrejtësi, por ata i bëjnë padrejtësi vetë vetes. Pra, që njeriu t'i bëhet mbar ta thot para vdekjes fjalën La ilahe illallah, ai duhet përgatitet për këtë gjatë gjithë jetës. Lusim Allahun të na dhurojë përfundim të mirë dhe të na bëjë ta mbyllim këtë jetë me çelësin e xhennetit. La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah.